Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit ABR. Mirë se erdhët në emisionin tonë. 35 vite më parë është shpallur deklarata kushtetuese e Kosovës, pikërisht me 2 korrik 1990. Për të diskutuar lidhur me këtë datë dhe me këtë ngjarje të rëndësishme në historinë e Kosovës, kemi të ftuar gazetarin shumë veçar, bashkëpunëtorin tonë, zotrin Jusuf Betyqi. Përshëndetje zoti Betyqi, faleminderit që po gjeni kohë të jeni pjesë e televizionit të ABR që të diskutojmë disa ngjarje të cilat kanë lënë gjurmë në historinë e Kosovës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Tani vitet po ecin edhe 35 vite nga deklarata kushtetuese e Kosovës, pikërisht me 2 korrik 1990. A kishim mundur për fillim me na tregu kontekstin politik të asaj kohe që dominante në Kosovë? Po, deklarata kushtetuese e 2 korrikut, pra që e shpalli Kosovën si njësia të herë të barabartë në Federatën Ish Jugosllavisë, ka kontekst politik dhe është përgatitur posaçërisht në koordinim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, respektivisht kryetarin e saj, Dr. Ibrahim Rgovën, dhe Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, po ashtu dhe me delegatët shqiptar të Kuvendit të Kosovës, të cilët në atë kohë ishin nën presion të ish kryetarit që ishte serb Božovići dhe kishin probleme të merrin vendime në interes të Kosovës, respektivisht të çështjes së Kosovës. Dhe kjo pra, vetë fakti se ishte çështje politike, sepse Serbia me njerëzit e saj të instaluar në Kosovë pretendonte edhe më tutje të mbante Kosovën pezull në kuadër të Serbisë dhe të mos lejonte që të jetësonin ato aspiratat e popullit shqiptar si shumicën në Kosovë, respektivisht Kosovës për liri dhe pavarësi. Cilat ishin ngjarjet që e nxitën këtë ngjarje apo këtë deklaratë kushtetuese? Cilat i paraprinë? Çfarë i parapriu? Po në të parë, duhet t'i rikujtojmë vazhdimisht përpjekjet shekullore të shqiptarëve në atë rrugtim të lirisë dhe pas edhe të pavarësisë apo demokracisë. Dhe ato përpjekje natyrisht janë përballur, kanë pas sakrificat e veta, kanë pas përballet e veta, kanë pas një rrugtim shumë të zërshëm, një rrugtim tepër të rëndë, përfshirë segmentet cilët kanë punuar më së shumti. Pra, sistemi arsimor apo intelektualët në universitet, pastaj i kanë paraprija apeli i 215 intelektualëve shqiptarë të Kosovës në vitin 89, pra. Dhe posaçërisht ai kulmi që ka qenë 23 marsi i vitit 1989, kur Serbia me forcë, me atë shtetërrethim, i imponoi Kosovës që të votonin ato amandamentet cilat e cunguan sovranitetin e Kosovës, sepse në kushtetutën në vitit 74 Kosova ka pas goxha një sovranitet, pra si ish krahin në kuadër të asaj Federate Jugoslave. Dhe tash përpjekjet e shqiptarëve pra rezultuan në vitin 89, respektivisht në fund të vitit 89, që themeluar Lidhja Demokratike e Kosovës. Po ishte pas atij apeli të intelektualëve shqiptar që i patën dorëzuar autoriteteve të ish Jugosllavisë në atë kohë që të respektojnë të drejtat e popullit shqiptar, të cilat cunguheshin vazhdimisht, sidomos nga Serbia hegemoniste e Miloševićit, por edhe nga ish autoritetet e Jugosllavisë në atë kohë që ndroheshin vit pas viti. Çfarë përmbante deklarata intelektualëve shqiptar të asaj kohe? Deklarata, sa kam lexuar, sa mbaj mend unë, ka pas vazhdimisht, ka pas në kuadër të asaj kornizës që të respektohen të drejtat e popullit të Kosovës, po flitej posaçërisht për shumicën shqiptare, e cila më së tepër mjepsonte me shkeljen e atyre të drejtave. Dhe posaçërisht ai 23 marsi i vitit 89, ai veç i hoqi Kosovës autonominë cilën e kishte. Dhe s'kishte më Kosova
të drejtë absolutisht si ish krahinë e Jugosllavisë, po kishte direkt kyçet e saj në Serbi. Dhe aty dihe mos se Kosova me ato amandamente kishte probleme që të i kalonte nëse nuk organizoheshin edhe politikisht edhe në sferat e intelektuale. Po fatmirësisht atëherë akademia e tregoi veten dhe posa që është kreu i saj në atë kohë akademiku Gazmet Zajmi, i cili ishte edhe jo veç koordinator, po edhe ishte autori kryesor i asaj kushtetute që ma vënë rezultej në shtatë shtator, për mas deklaratës së dy korrikut, edhe kushtetutën e Kaçanikut. Po ishte autor, po koordinator bashkë me subjektin politik dhe me delegatët shqiptar të Kuvendit e Kosovës. Suprimimi i autonomisë së Kosovës nga qeveria e ish Jugosllavisë atëherë. Si erdhi kjo? Çfarë nënkuptonte? Çfarë kërkonte qeveria e ish Jugosllavë atëherë në Kosovë që të heste edhe atë pjesë të autonomisë që e kishte fituar në vitin 1974? Më kujtohen debatet kushtetuese për amandamentet kushtetuese në vitin 1988. Pro debatet ishin në vitin 1988. Gjithë viti 1988 ishte shfrytzuar në debate, sikur tarë që bëhen debatet, ato bëhen debatet mira për dëgjim publik ose për çështjet e buxhetit e çështjet e interesit e vendbanimeve të ndryshme në Kosovë, por atëherë bëhej një debat kinse, i thënë që në debat, sepse nuk ishte debati i lirë, edhe kur kishte intelektual që guxonin për shembull t'i kundërshtonin ato, sepse edhe atëherë kishte njerëz që dinin me lexu, jo se ishin juristat të gjithë, por dinin me lexu dhe me pa se ku po humb dhe ku po fiton Kosova. Në rrugtim të fitimit nuk ishte absolutisht atëherë. Dhe fatkeqësisht në mesin e atij komisioni kushtetues kishte edhe akademik. Për shembull, njëri prej tyre ishte Syria Popullci, akademik edhe goxha jurist i njohur në Kosovë. Por edhe ai ra viktim qofte e presionit apo e frikës së autoriteteve të atëhershme të Jugosllavisë dhe posaçërisht të Serbisë, që të nënshtrohet dhe të lëshoj pe dhe në popull të sqaronte kënd se ne nuk humbasim asgjë me ato ndryshime të amandamenteve kushtetuese. Dhe këto si popullat dhe si qytetar, po ne edhe si njerëz që punojnë në sfera të ndryshme, për shembull unë atëherë isha bashkëpunëtori i Radio Prishtinës, por njëkohësisht punoj edhe në Arsim. Dhe tash në debatet kushtetuese, edhe në fshat, edhe në komunën e Malishevës kam marrë pjesë. Edhe kam ngritë zërin, edhe kam kundërshtuar, edhe kam thënë hapur se po humbasim. Me atë që po lexoj po humbasim. Kjo është shtrinë për tërë Kosovën për të diskutuar. Patjetër. Nga kur deri kur? Ka qenë muaj të tërë kanë qenë, deri në ditën e 23 marsit të 89-ës, kur është miratu me dhunë, me shtetë rrethim. Po, ai komision kushtetues, në mesin e cilëve po them, ishte akademiku i njohur Syria Popullci, pastaj më meni ka qenë pastaj avokat Hazer Susuri, ka qenë atë komision, që ka qenë ata kanë dalë prej Kuvendit të Kosovës, po fatkeqësisht ata njerëz u nënshtruan dhe e thanë para popullit se ne nuk humbasim. Edhe tash unë po e potencoj prap. Në momentin kur unë e thash në vendbanimin tim dhe pastaj të njëjtën e thash edhe në Malishevë, ishte atëherë kish delegat të cilët sot janë për subjekte të ndryshme politike të pas luftës, që kanë qenë delegat atëherë të 3 dhomave. Dhe aty e kam thënë unë jo si delegat, por si qytetar. E kam ngritë zërin. Thash, unë sa kam lexuar dhe sa po i lexoj edhe shqetësimet e njerëzve, të opinioneve të ndryshme në gjithë Kosovën, ka këtu çështje të cilat do të na cungojnë në vetë sovranitet, atë autonomi që e kishim. Edhe ishin ato 3 nene kryesore që çështja e elektroekonomisë, sa kujtoj ka qenë një më ndjeshme që me u vetë vetë Serbia, me u vetë jo Kosova absolutisht, pra elektroekonomia ka përfshi një aspekt të gjanë të ekonomisë Kosovës, ka qenë sigurisht termoelektrona, apo ka qenë hekurullat e çështje tjera, të cilat Kosova i humbasi. Edhe tash kur e kam thënë këtë, ka pas jurist të cilët kanë qenë student profesor Syria Popullcit apo kolegë të
të Hazar Susurit, edhe më kanë thënë, ma të lutem, tha, mos e thuj se unë e një profesorin kështu, edhe i ka kërku procesë mbajtësit në mbledhjet e ne, që të mos i shënej fjalët e mia. Dhe unë jam ngrit, kam thënë, unë nuk jam fëmijë. Unë po e them, shkruje hapur sepse me këte humbasim. Edhe humbëm, ishte fakt që e humbëm, sepse delegatët për 70 të cilët guxuan me kundërshtu, të tjerët e votuan si qyqarë, edhe pastaj u desht punë e madhe, shumë e madhe, edhe u desht koordinim shumë i madhe me ata deputet cilët, po ashtu edhe kishin një pjesë të ty cilët kishin votu. Kishin votuat ndryshim ashtu të keq, pastaj u zgjedhën në mandatin tjetër, me Akademinë e Shkencave, me LDK-n, me subjekte shqiptare, po në atë kohë s'kishte subjekt tjetër si duket, sepse ishte heret, hala, ishte korriku, fillimi korrikut në vetë, por e bën të vetën, i anullun pastaj, ato vendimi i anullun në atë kuvend në cilin u shpallo deklarata kushtetuese. A ishte kjo ngjarje që nxiti masat. Patjetër. Në tërë Kosovën më pas kemi vëllime deri në qershor të vitit 1999, pa u ndalur pothuajse asnjë kohë. Fundi vitit 90, apo fillimi vitit 90, fundi viteve 80, ishte koha ndryshime në Evropën juglindore, përmbyshja e shteteve një moniste. Si e shihni këtë lëvizje në tërë Ballkanin edhe në Evropën juglindore, ku nuk mbeti pa u përfshirë edhe Federata e Jugoslave. Të ne në Kosovë, si ngjarjet që i kanë parapri, mbahen në mend, pra pos të bimeve të nëntorit të vitit 1988, edhe grevat e minatorëve të vitit 89, pra në shkurt të vitit ato grevat shumë masive të minatorëve, të cilat fituan për krahjen e popullatës, edhe të subjekteve të ndryshme, edhe të asaj periudhe, pra atëherë nuk ishte në 89, nuk ishte LDK, ende s'kishte LDK ose një subjekt shqiptar në demokraci, po ishin në atë kohë, në atë regjim komunist, ishin njerëz, ishin intelektualë të cilët guxonin, për shembull në fillim me u solidarizu me ato tubimet e nëntorit të 88-s. Pastaj me greven e minatorëve, përfshirë arsimin, shëndetësinë, segmentet, gjitha segmentet, edhe gazetarët, për shembull televizionit Prishtinës, posaçërisht edhe Trilindës, guxuan me i boje hon gjitha atyre të bimeve ose grevave, ose për krahive që fitonin minatorët e Trepsës, sepse dihej qëllimi ishte politik. Qëllimi ishte politik që Kosova të avancante statusin e saj pas gjitha atyre trysnive. Dhe tash, për krahja shihej gjithsesi në orientimin tonë properendimor. Shihej se edhe në Rusi, pra në kuadër të lindjes, apo qoftë në nisjen e shkatrimit të Bashkimit Sovjetik, shihej se po lëvizin themeljet e komunizmit. Dhe të ne pas greves së minatorëve, nisëm ato aktivitetet tona që të bëjmë presion, për shembull te antarët më të themin thojza besnik të lidhjes komuniste, që t'i kërkonim dorëzimin e librezave të tyre, sepse shenim se në atë formë veç ne po fundoseshim, sikur me vedije po shkonim edhe po fundoseshim në kërkesat tona, sepse në atë kohë ishte komiteti ai që e kishte barën kryesore të, si të themi, sikur me qenë një autoritet kryesor në Kosovë. Pra ishte për shembull presidenca e Kosovës ose kryetari i kryesisë së Kosovës atëherë, që ishte me mandate, por ishte komiteti i cili lunte rolin kryesor. Kjo ka qenë edhe në niveli komunale, po sidomos në nivelin e Kosovës. Dhe dihet pasojat cilat i ka pas Kosova fal asaj stërkeqje të komitetit, cilin fatkeqësisht në atë kohë ka drejtu Rahman Morinda, një njeri i cili u pas është direkt i lidhur me Serbinë apo me Miloševićin, dhe pasojat diheshin. Pastaj kishin probleme më të mëdha autoritetet e Kosovës, që nga themelimi i LDK-s e tutje për gjithë veprimtarinë kishte goxha presionin, kishte goxha probleme. Morset e vitit 1989 dhe dy korrikut e vitit 1990 ndodhen edhe këto ngjarje, protestat e minatorëve dhe themelimi i lidhjes demokratike e Kosovës. Është interesant tani të shohim apo të vlerësojmë ngjarjet që kanë ndodhur. Udhëhecet e ish sistemit që kanë prirë Partisë Komuniste
u marshuan tërë populli që t'i përkrahtë ata. Ishin dy udhëhecë, Azem Vllasi dhe Kaçusha Jashari, që protestuan pothuajse e tërë Kosova duke bërëritur Azem Kaçush. Si ndodhi kjo që të njëjtit protagonistë të kthehen në heronj të qytetarëve? Thënë të drejtën, unë sa mboj mend, autoriteti i Kaçusha Jasharit ka qenë më i madh se sa i Azem Vllasit. Dhe këtë për arsye sepse mboj mend kundërshtimin që ka bërë Kaçusha Jashari tash e ndjer, atëherë ish Komitetit Qendror të Serbisë dhe të Jugosllavisë, direkt në takime ball për ball me Miloševićin, ka qenë dallim i madh nga Azem Vllasi. Azem Vllasi është, themi, viktim e vet atyre të cilët i ka përkrah më së shumti. Vet i ka përkrah ata, duke filluar nga suspendimi i profesorëve ose marrja masave ndaj diferencuese ndaj profesorëve universitar, fillimisht me Ali Hadrin e të tjerë, pastaj me Gazmedzaevin e të tjerë. Pra atëherë ky ishte në fuqi dhe ishte avancu në kryetar të Komitetit Krajinor, pas vitit 81, që pas 81-shës. Dhe fillimisht ky është interesu që t'i shkatërrej krejt strukturat e atëhershme intelektuale të Kosovës që kanë guxu, që kanë pas guxim intelektual që të veprojnë në avancimin e statusit të Kosovës. Dhe ky ka marrë masa, i ka dënu, edhe ka kërku dënim masiv, por fatmirësisht që ka pas edhe atëherë, ndonë se regjimi ka qenë goxha i ashpër, ka pas institucione, posaçërisht në universitet që ndallu, edhe për shembull i kanë thënë hapur, ruje njerin gisht se të vynë, herë do kur të vynë për veti, edhe i ka ardhur momenti. I njëjti njeri që ka përkrah atëherë Miloševićin, i njëjti u përball me kritika. Megjithatë e morri masën. E morri masën. Po masa kishte pastaj, si të themi, qëllimin që t'i unifikonte krejt, të mos linte njerëz më që të shkonin të bashkëpunonin me Serbinë. Sado që kishin bën veprime të dëmshme në dëm të popullit, pra të atyre veprimeve politike ose të çështjeve madhore të Kosovës, pa i përjashtu dhe demonstratat e vitit 81, sepse lëvizjet e shqiptarëve për liri dhe pavarësi datojnë larg, është një rrugtim i gjatë deri në lirinë edhe pavarësinë. Por Azem Vllasi u bën figurë, po them, njëherë ishte ngritur duke i viktimizuar profesorët, sidomos profesorët e tij në juridik, e pastaj në katedrën e historisë e kadera të tjera, por tani u bën vetë viktim sepse Miloševići e goditi pikërisht atë në sajë të atyre propagandave të atyre zagarëve të Serbisë, cilët ishin në Kosovë dhe vazhdimisht pretendonin me i shkel gjitha të drejtat e shqiptarëve si shumicë. Në anën tjetër ndodhin në Kosovë edhe diçka që ndoshta në vende të tjera nuk ka ndodhur të tilla, ka qenë pluralizmi politik. Por në Kosovë ka dominuar një subjekt politik, Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe pse ka pasur parti minore, por Lidhja Demokratike e Kosovës u rreshtuan pothuajse mbi 90% e popullit shqiptar kashi apo në Lidhjen Demokratike e Kosovës. I tërë populli që ishte para një kohe në ish sistemin komunist, më pas marshuan në Lidhjen Demokratike e Kosovës. Edhe kjo ka qenë një ngjarje që më pas e ka mbajtur gjallë këtë frymën e lirisë. Po them me këtë rast një fjali të akademikut Mehmet Kraja, i cili ka pas thënë, megjithatë në Lidhjen Komuniste të Kosovës kanë qenë dikun 10.000 apo 12.000 veta. Tash nuk janë 10.000 ose 12.000 ose qofshin ata 15.000 veta, nuk janë 700.000, sepse në LDK që në antarësu brenda disa muajve 700.000 antarë. Kështë mos e madhe. Edhe pse e di dhe atëherë, sepse ata njerëz kanë qenë atëherë të kyqur kryesisht në Lidhjen Socialiste atëherë. Ti e i ri, por unë i moj mend se ne kanë qenë struktura atëherë, për shembull, post-komiteti që ka pas atë rolin kryesor të pushtetit ekzekutiv në nivel Kosovës dhe nivel komunal, një rol e ka pas edhe Lidhja Socialiste, e cila i ka përbën, pra jo veç komunistët. Komunistët kanë qenë një segment tjetër, po organizatë si shoqërore, masive, ka qenë Lidhja Socialiste. Por aty ka pas edhe 3 edhe 2 vjetër, edhe struktura për shembull të këtyre segmenteve arsimore, shëndetësore, sportive, kulturore, akademike, edhe njerëz të
të thjeshtë përfshirë bujqe të tjerë. Dhe tash, në këtë vorbull, po them, viti 90, posaçërisht prej themelimit 23 dhjetor 89 e pastaj rritja masive e saj, kulmoi me atë vendosmërinë dhe me guximin e shqiptarëve që të kyqen në një subjekt të i cili kishin besim se do të ndikonte në avancimin e statusit të Kosovës. Dhe vetë fakti se ajo lëvizje atëhershme e madhe, masive, e cila e fitoi përkrahjen e qytetarëve, e bëri hapat e parë të lidhjes me perëndimin, me amerikanët, e solli për shembull i solli në Kosovë, Diogardin, e solli Bobdullin, e të tjerë kongresmen, pastaj senator të njohur amerikan, edhe tash vetë fakti se u lidhen me amerikan përmes lubit shqiptar në Amerikë që kishte atëherë ndikim, u pa se shqiptarët tash i kanë interesat të orientuara drejt. Edhe fal aty asaj përkrahje, humbi, sikur të mos ekzistonte lidhja komuniste në Kosovë. Shumë shpejt ajo shu. Pikërisht për këtë, zotëri ty që ju pyeta që po thuj se mbrana pak kohe, sikur se mos të ekzistonte asnjë njeri në atë Parti Socialiste më përpara. E kjo është, po them, ajo ndikoi, ajo organizim, ai fuqizim, ajo përkrahje që fitoi LDK me atë organizim, sepse ishte fillimi, nuk kishte subjekte tjera. Vonë tani pas deklaratës së dy korrikut në 90-s nisi mu themelu për shembull Partia Fshatare me Sardi e Partia Demokristjane, po ishin parti shumë të vogla, të cilat vetëm sa përbënin atë koloritin e subjekteve. Përndryshe kjo u bë parti e cila njihej gjatë edhe lidhet edhe vetë inkuadrimi i intelektualëve, të cilët ma vonë nuk mbetën në atë parti, kuptoj se aty kishin një qëllim. Kish pra aty në kuadrat të LDK-s akademik, të Akademisë së Shkencave të Kosovës, kish gazetar, kish profesor universitar, kish studius të Institutit Albanologjik, të Institutit Historisë, po të gjitha shtresat u bon pjesë e asaj lëvizje, e cila në krye me Ibrahim Rrugovën bëri hapat e parë të kontaktit me diplomacinë ndërkombëtare, posaçërisht me Amerikën. A ishte presioni serb edhe jugoslav të asaj kohë që i grumbullaj gjithë shqiptarët rreth një ambrellë që quhet LDK në atë kohë? Apo çfarë ndodhi? Edhe kjo mund të merret si sakt. Në fillim, po e them në fillim, për shembull ne kur jemi organizuar në Maljeshev, me 24 janar 90-s ne kemi themelu degën e LDK-s. Është shumë interesant, por edhe në kolektivin tim ku kam punu, edhe në kolektivin tanë, ti ke punu ma vonë, ti ke ardhur ma vonë, po kolektet tu, cilët kanë dalë në pension viteve të fundit, kanë pas hezitim të interesohen. Ende kish njerëz, për shembull, unë baj mend, ish sekretarin e Komitetit Komunal të Maljesheves vjen dhe bën presion në vatrën time ku punoja që të mos i dorëzojnë librezat. Unë veç kisha nisë me ju grumbullu librezat dhe me i dorëzu të ajin komitet. Ajo thënë të njerëzve kush ju plesnon punët. Dhe tash unë kisha ballafaqim direkt me ta. Mos i bën presion drejtorit ose arsimtarëve sepse kry puna. Ka marrë erë në Rusi e ti po menon në Maljeshev me rujt komunizmin. Paralel formimit. Kish frikë, ende kish njerëz hala që hezitonin se kush do të na plesnon punët. Paralel formimit të lidhjes demokratike të Kosovës, ndodhe edhe kjo ngjarje të cilët sonte po bisedoj, dy korriku. Si u organizua? E thatë më përpara që faktor apo shtyt ishte edhe lidhja demokratike e Kosovës dhe sinërisht Ibrahim Rrugova. Çfarë dihet? Si u mobilizuan? Si u caktuan kjo datë? Dhe cila ishte dita e dy korrikut të vitit 1990. Në ata mujt e funksionimit të LDK-s si lëvizje masive, unë për shembull në konferencat e shtypit të premtëve në LDK, kam pas rast me pa njerëz të subjekteve jo politike, po institucioneve të ndryshme, cilët kanë bashkëpunu aty, sepse ajo bon si shtëpi, tash quhet shtëpia e pavarësisë. Atëherë ka qenë shtëpia ku janë taku edhe kanë bisedu dhe i kanë koordinu çështjet gjithë barqit e institucioneve të atëhershme. Përfshi shoqatën e shkrimtarëve të cilin edhe në atë kohë ka drejtuar Ibrahim Rrugova po ashtu,
përfshirë edhe shoqatën e juristëve që u formu masanej, edhe Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, edhe shoqatën humanitare, edhe të tjerë. Edhe tash ishin aty yndyra e intelektualëve të Kosovës. Në atë periudhë. Edhe tash e shihja unë edhe Gazmen Zajmin, e shihja akademik ka qenë edhe Femi Agani, edhe ka qenë Ali Hadri, edhe të tjerë. Plot autoritetet cilët kanë bashkëpunu në ato dhe shihet se është koordinimi. Dhe po e them, këte që në Malisheve kemi përjetu ne, në takimin të zgjeruar me kryesitë e 9 degëve të atërshme të LDK-s, në odën e Aljosh Hotit në Caralluk, e kemi thirr takimin edhe ka marrë pjesë ish kryeministri, atëherë sekretar i përgjithshëm i LDK-s, Bujar Bukushi, bashkë me të ndjerin, tash i ndjer, po dhe Gjemal Mustafa po ashtu i ndjer. Të dy kanë marrë pjesë si antarë të kryesisë së LDK-s. Dhe unë direkt sikur me ju në takimin ku kemi qenë spaku 40 veta. Unë e kam bërë këtë pyetje, kam insistu sepse pyetje kam bërë shumë, po insistimi im nuk i la pa e thon Bujar Bukushi dhe Gjemal Mustafa. Gjebali më njehte mirë, sepse ishim edhe kolegë gazetarë dhe në qenë për informim të Kosovës, edhe po thotë, pedi, tha, po insistant, tha, po ta kisha tha pak ma ndryshe. Po tani Bujari ka qenë pak duke ma transparent, ma nuk mund të përmbahi dhe e tha, brenda 2-3 ditësh do të ndodh, ajo që ndodhi për me dy korrik. Sepse unë isha në rrjedha edhe përmes vllajt gazetarit në Hybetyqi, edhe përmes kolegëve të tjerë, ishim në rrjedha se po përgatita edhe ajo ndodhi qysh e thanë në atë takim, cilin e kam Dy korriku i vitit 1990, çfarë ju kujtohet 35 vite para? Si u shpall kjo deklaratë kushtetuese, realisht e shpall para kuvendit, jashtë, edhe çfarë ju kujtohet nga ajo data? Më kujtohet sepse dy korrikut i kanë paraprim mbledhje të kërkesa për mbledhje të vazhdueshme në sallën e parlamentit. Edhe nuk është leju. Edhe me dy korrik, ajo veç ka qenë datë të caktuar që të mbahet me dy korrik, insistimi i deputetëve, apo delegatëve të atërshëm ka qenë që të mbahet me dy korrik, por brenda. Dhe nuk u lejua të mbahej brenda, gjithaj presion, shihi, rrethimishte, ishim në Prishtinë atë ditë. Edhe tash, nuk kisha detyrë që të përcjell ato ngjarje atëherë, por ishim më shumë si kurreshtar që të shohim. Edhe si qytetar ishim mbledhur jo afër, po dhe jo në rendin e parë apo dytë të parlamentit, sepse aty kishte tepër të llovi të madhe përpos deputetëve dhe ishin gazetarë të akredituar, të cilët po ashtu kishin problem me përcjell ato zhvillime. Sepse ishte presion shumë i madh i policisë. Kishte edhe grupet policisë civile të cilët ndërhynin te gazetarët, kishte probleme. Dhe tash, vetë fakti se në atë takim, kur u shpall dy korriku, kishte marrë pjesë Eva Brendli. Ju kujtohet sigurisht ajo misionarja e norvegjeze si duket, ka qenë për çështje humanitare, edhe ka sqaru, ka bisedu me jurist se edhe në jashtë kuvendit, nuk po lejohet brenda sallës kuvendit, vendimi që do të merret është legjitim. Qoftë shpallët në derë të kuvendit ose në burrin e kuvendit është legjitim. Edhe delegatët më nuk kanë hezitu, e kanë kry atakt, cilin e ke pa vazhdimisht përcillet në opinion që 35 vite. Çfarë jehune ka pasur në atë kohë, sepse shumë njerëz kanë besuar që do të realizohet. E realisht ndodhi shumë më vonë. Shumë zhvillime ndodhi. Shumë zhvillime deri në ditët e çlirimit. Çfarë jehune ka pas? Çfarë pritje kanë qenë? Jehuna ishte e madhe. Tash po them, ne që kemi përcjell ato zhvillime, po them edhe zhvillimet e pastajme. Nuk është se shumica e popullit kanë besuar se do të ndodhë shpejt. Për shembull, njohja e Kosovës nga X shtete. Po ata që kanë qenë në grykën e atyre vendimeve e kanë ditë se nuk do të jetë aq e lehtë, sepse ata kanë pas takime me njerëz, me autoritete. Dhe tash, ne për shembull në takimin me presidentin Rugova, i cili president u bë pastaj në zgjedhjet e 92-s, na thoshte, rruga drejt synimeve tona do të jetë
mjaft e gjatë. Po do t'jetë e sigurt. Gjithmonë thoshte e sigurt, ama do t'jetë e gjatë. Tash ne kishim parasysh se do të kemi valje, do të kemi zhvillime të cilat do t'i përjetojmë, sikurse që e përjetojmë për shembull, ne e përjetojmë gëzim sulmin e bombave të NATO-s ndaj çarqeve serbe me 24 mars 99. Por e përjetum të një dhe hidhrimin, sepse pat hakmarrit të autoritetet serbe ndaj civilëve, posaçërisht në shumë vendbanimet të pra. Ishin zhvillimet të cilat herë na gëzonin, herë na zhgënjenin. Nga këtë datë, shqiptarët, leadershipi i Kosovës, u thirrnin në këtë deklaratë, ndërsa Serbia as që donte të mendonte. Po ndodhe edhe ajo tjetra që nuk u njoh kjo deklaratë nga vendet perëndimore, evropiane. Dhe mbeti së të vetëm nga Shqipëria, askush tjetër. Si ngjarje historike. Si e keni pa këtë, pse nuk veprojnë atku asnjë shtet evropian ose perëndimor? Sepse Serbia me propagandën e saj ka ndiku, sepse Serbia, jo Serbia, po them Jugoslavia, dhe tash krejt atë arsenalin edhe të akademisë shkencave të artëve të Jugosllavisë e ka shfrytzuar Serbia e Miloševićit. Me gjithat propagandë, çajo Serbi e mori gjithat atë pasuri të ish Jugosllavisë, e cila ka pas raporte shumë të mira me perëndimin, edhe me Amerikën, edhe me Gjermaninë. Edhe tash është vështirë që t'i kthehen ata miq, t'i kthehen më njëherë në armiq brenda NATO-s. Tash u de shumë punë, edhe gjaku në fund që ishte vull, po qatë gjak e përkrahi pastaj bashkësia ndërkombëtare. Por bashkësia ndërkombëtare i ka kuptu interesat e tona dhe çështjet e tona dhe vizionin ton, edhe zhvillimet e tona të arsyeshme të drejta, i ka kuptu që në vitin 90, jo se nuk i ka kuptu, por nuk na ka njoft derisa të bëj ato përpjekjet e fundit të ta shohin, sepse dha ata sikur na kanë motor pulsin ton sa jemi në gjendje ne spaku të rreshtohemi në krahët e tyre, sepse edhe ata nuk e besoj se kanë qenë aq daev dhe të mendojnë se ne do ta shlirojmë vetë Kosovën. Por na kanë ndihmu që ne të mos tërhiqemi, ne të tregojmë atë guximin ose heroizmin ose gatishmërinë tonë për të flijuar, vetëm që t'i arrijmë synimet tona. Diku vitit 1990, a ishte një ngjarje e cila nxiti masat që të besojnë që pavarësia dhe liria e Kosovës do të vjen shpejt. U lidhen rreth kësaj ngjarje dhe më pas ndodhen shumë ngjarje të tjera që evoluan deri te çlirimi i Kosovës. A ishte një motiv për njerëzit që po vjen pavarësia, po vjen liria e Kosovës? Fatmirësisht që motivi kur nuk ka humbur. Kur s'ka humbur. Gjithmonë motivi për të arritur liria ka qenë. Gjithmonë. Bile, po them, sa ma tepër që kanë qenë batash pra masat e regjimit serb ndaj qytetarëve, posaçërisht ndaj njerëzve që kanë pas hise në zhvillimet politike, institucionale të asaj kohe, veç e ka rrit motivin që të punojnë ma shumë, që të kundërshtojnë edhe ma shumë masat e tyre, që të mos pranojnë tash. I ke përjetu vetë, vitet 90, ne për shumë në arsim kemi punu pa pare. Dhe tash, posaçërisht në vitet 90, 97 apo 8, po thuaj në gishta mund të mbahen me njerëzit që kanë lëshu arsimin. Nuk e kanë lëshu. Me ato kushte kanë punu edhe arsimi kanë mbjetu. Pa pare, pra pa pagesa, edhe përkundër gjithë atij presioni, sepse ne presionin e kemi pas spaku çdo herë kur kemi pas doni zhvillim, doni për shembull qoftë zgjedhjet kur kemi marrë, qoftë pas kushtetutës Kaçanikut me 7 shtator 90-ën, edhe ishte një vendim i cili pasoi këtë dy korrikun. Pastaj 91-ën pra referendumi për pavarësi, edhe të tjera. Edhe tash krejt këto zhvillime në Kosova i ka bart. Tash ka bo propagandë, po ka bo propagandë jo të rrejshme si Serbia që ka fol kundër shqiptarëve. Gjithë farforma na ka qujt. Kosova i ka përdor mjetet për me bo propagandën e saktë të rrugtimit saj të vështirë, por të mbështetur në të drejtat e tyre për vetvedosje dhe në lidhjen e posaçme me perëndimin dhe sidomos me Amerikën, secilës ja ka treguar gjithë problemet. Për fund mos i mbesim bërsh protagonistëve 114 delegatëve, po, të cilët
e nxjerrën këtë deklaratë kushtetuese të Kosovës, çfarë ndodhi me ta? Edhe këtë deshta ta them kur ishte pyetja juaj se cili është ndikimi shpallja e deklaratës kushtetuese detyroi pra delegatët që të braktisin vendin. Edhe ishte ai koordinimi që e përmenda më herët LDK, Kuvendi i Kosovës, Akademia e Shkencave të Arteve të Kosovës. Gjitha pa qenë koordinimi s'kan mujt me arrit ato vendime. Po, sido që edhe unë kam menduar atku se ndoshta delegatët s'do duhet të largoheshin, kam bizotru vendimi që ata të largohen në mënyrë që të marrin edhe vendime tjera, të cilat i përmenda, kanë ndodhur. Edhe tash, aty është kriju një miqësi. Për shembull, delegatët dikush ka shkuar në Shqipëri, po ata mas pari kanë shkuar në Sloveni, dikush ka shkuar në Kroaci. E tash, mërgjimtarët tanë që kanë punuar në Kroaci dhe në Sloveni, ju kanë kriju kushte delegatëve tanë. Ne për shembull kemi pas 3 delegatë. Xhemali Bajrin e kemi pas si kryesor, Halit Kryezirin edhe atë Selim Krasniqin i kemi pas. Të tretë fatmirësisht kanë marrë pjesë në votimin e deklaratës kushtetuese të Dykorikut dhe të 7 shtatorit në Kaçanik. Dhe të tretë janë detyruar të largohen. E tash, largimi i këtyre normalisht neve pak në Kosovë sikur na ka dhënë sinjal se tash çka do të ndodhë, tash këta e bën një vendim, po çka do të ndodhë. Po na jemi detyruar me punu, për shembull, ata një që jemi kanë në ato segmente, dikush në LDK, dikush në arsime, dikush në ato çështje të tjera, në veprimtari të tjera humanitare e juridike, i kanë kryer punë të tyre. Por largimi i tyre krijoi rrethana edhe miqësi të autoritetet për shembull në Sloveni, në Kroaci, edhe ka filluar përkrahja e atyre shteteve edhe rikthimi i tyre kundër Serbisë. Ata kanë pranuar realitetin, dihen do vendime, do takime për shembull nëpër tubimet e shqiptarëve bashkë me autoritetet slovene, e kroate të tjera. Edhe pastaj në perëndim, sidomos në Gjermani, në Zvicër e tjera. Dhe pastaj deputetët shkojnë në Tiranë. Kryesisht kanë vepruar në Tiranë edhe në marrëveshje me autoritetet e Shqipërisë, i kanë pasur gjithë ato vendime dhe kemi fitu si popull kemi fitu për krahje të ndërkombëtarëve. Po ajo që arrit mas shumti dihet mas atyre bisedimeve të viteve 90-ta, po saqështë lufta qërimtare edhe kulmi me mendimin e amerikanëve. Zotëri ty që faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit edhe për juve për ftesën. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.